Mirëmëngjesi. E thjesht çfarë ndodhi në Vlorë dhe mbi të gjitha çfarë ndodhi në të pesë bashkitë, filloj me Atirdin, më pas Gencin. Tani përsëris edhe një herë, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, pa të krahasime me Ismail Qemalin, të lutem ma kurse amanse. Hajde, mos bëni kështu se të gjithë vlonjatët e keni çik fiksim të krahasoni me Ismail Qemalin. Jo, që duan fort Ismail Qemalin as i diskutohet fare, dhe kjo nuk ka pikën e dyshimit, por që të krahasohemi është pak e tepërt. Megjithatë, unë të thash ma kurse për të qenë kështu. Për ta mbyllur me krahasimet, çdo taksist do të bëhet kryeministër, ti kryetar opozite nuk do të bësh çik si Ismail Qemali, është e pabesueshme. Nuk do ishe vlonjat, po mos ta kishe atë obsesion. Nëse iki. Është vështirë se të qeni piktor. E vërtetë është kjo. Taksisti e ka të drejtë. Qëndron. Më thuaj atje. Me thënë të drejtën, Flavio, nga këto zgjedhje, nga ky rezultat, mendoj që duhet të reflektojmë të gjithë. Absolutisht që mendoj që goditja kryesore ka ardhur për shkak të keq qeverisjes dhe mos pjesëmarrja, bojkoti i kryesore është i takon mbështetësve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste. Mjafton të shikosh shifrat, janë gati 15.000 qytetarë, të cilët që në vitin 2023 kanë shprehur vullnetin e tyre pro Partisë Socialiste, sot ju mungojnë në kutinë e votimit. Pa diskutim që edhe opozita ka problemet e saj, por duhet të theksuar që opozita ka mbështetur një nga kandidatët e pavarur, pra nuk ka pasur një kandidat zyrtar të saj, dhe mendoj që edhe kjo ka qenë një nga faktorët që kanë ndikuar në rezultat. Por bojkoti absolutisht mendoj që një shuplak e fortë ndaj Ramës dhe mazhorancës së tij dhe keqeverisjes së qytetit të Vlorës prej vitesh tashmë, dekadash. Mjafton të shikosh edhe pamjet filmike të televizioneve tuaja ditën e zgjedhjeve që qyteti i Vlorës me pak minuta shi u përmbytën me dhjetra, mos me qindra rrugë, të cilat edhe të çonin në përqendrat e. Ja kuptoj. Burimi, a mjafton të konsiderohet bojkot, a mund të thuhet që njerëzit protestuan në mënyrë të heshtur? Po shiko, rreth para një analizë e parë duhet të kërkohet atyre që ishin në terren dhe që humbën. Ata besoj janë shumë më afër se sa ne terrenit për të parë të kuptuar çfarë ndodhi. Shiko, Flavio, nuk e di, kemi qenë bashkë apo jo, po unë kam qenë kundra mbajtjes së zgjedhjeve. Përgjithësi. Kjo zgjedhje rreth parë është një protest kundra sistemit. Përpara se të shkojmë ke qeverisja e PS-s, sigurisht apo dhe sepse ne nuk shkuan janë të PD-s, sigurisht. Megjithëse ka fituar PD-ja. Pra është kundër sistemit elektoral të dyja komponentët. Edhe në komponentin e vjedhjes së zgjedhjeve, dhe unë të thoja për në nëndorin, se mund të ishin në zgjedhje, kur ndeshja e përpashme tu vodh 5-0. Nuk kishte edhe arbitrin, kishte edhe varin, kishte edhe gjithçka me vete. Pra përpara se korrigjohesh ajo gjë, s'mund